2.700 pasagjerë si dhe 800 mjete kanë mbritur në portin detar të Vlorës për gjatë ditës së shtunë dhe të diel. Pasagjerët kanë mbritur nga Brindisi nëpërmjet trageteve të linjës Vlorë-Brindisi-Vlorë. Fundjava e parë e gushtit ka shënuar kështu ditët me fluksin më të madh të pasagjerëve për gjatë këtij sezoni veror, që tashmë mund të cilësohet në pikun e tij. Mësohet se për të përballuar fluksin e pasagjerëve në dispozicion të tyre, janë vendosur 2 tragete të linjës me Brindisi, ndërkohë që të shtunën dhe të dielën një prej trageteve ka bërë 2 udhëtime për shkak të numrit të lartë të pasagjerëve në hyrje. Fundjava e parë e gushtit ka shënuar fluksin më të lartë në hyrje të pasagjerëve në portin detar të Vlorës. Sipas të dhënave, për gjatë të shtunës por edhe të dielës, me tragetet e linjës nga Brindisi në Vlorë dhe ana Sjeltas, kanë mbërritur në portin detar 2.700 pasagjerë. Ndërkohë kanë mbërritur edhe 800 mjete, të cilat janë kryesisht autovetura, por edhe mjete të tonazhit të rëndë. Pasagjerët që kanë ardhur nga Italia kanë qenë kryesisht emigrantë që janë kthyer për pushime në atë e tyre dhe kanë zgjedhur Vlorën si portën hyrëse për në Shqipëri, ndërkohë që nuk kanë munguar as të huajt që vinë nga shtete të ndryshme të Evropës në Vlorë dhe nëpërmjet Italisë vinë në vendin tonë. Konfirmohet se 800 automjetet të cilat kanë mbritur në portin e Vlorës kanë qenë kryesisht autovetura, por nuk kanë munguar as minibus si dhe mjete të tonazhit të rëndë. Fluksi pritet të vazhdojë dhe në ditët në vijim, ku pritshmëritë janë që numri pasagjerëve në mbritje të jetë dhe më i lartë. Pasagjerë të shumtë në portin e Vlorës mbërrin në vendin tonë për pushime për gjatë gushtit, jo vetëm gjatë fundjavave, por çdo ditë të javës.